Unë jam tek spitali onkologjik, është rreth ora 5 e pasdites dhe këtu kam gjyshin. Po. Atëherë ti ke këtu? Qysh në orën 8. Që në orën 8 sot mëngjes. Po. Kë ke këtu? Kam plakën edhe gocën. Plaka është me atë, goca është shoqëron. Po ka hyrë bashkëshortja për të bërë kimjen? Po, brenda është. Brenda është, tani kur ka hyrë, çfarë ore? Ka hyrë ora 4. Nga ora 4. Po. Për në ora 8 e mëngjesit. E deri tani për në orën 4, po. Ju keni qëndruar këtu jashtë. Po, në stol. Ku të rrim? Po ilaçet? Ilaçet disa blejnë farmaci, disa i kanë këtu, thot, kaq. A keni blerë informaci sot? Po farmaci kemi blerë, farmacia aty është. Sa keni blerë sot? Po sot keni 60.000. 60.000 lekë. Ilaçe i bleva për mi vazhdu mas terapisë. Po ku i gjeni lekët një herë? Lekët fëmit përballojnë, se për ne për pension s'ka, nuk del. Bashkëshortja sa ka që është diagnostikuar? Qish në ngusht. Që ngusht. E që ngusht deri tani se ti i pas ke shoqëruar bashkëshortën, sa keni harxuar? I kemi harxuar valla me thënë drejtën një 9 milion, po. I keni harxuar? Po, fëmit i kanë përballu, jo unë. Që me pension ku t'i gjej? Fëmit nga Anglia kanë përballu. Se për ne... Po si e shikon këtë, se ti e shikon çdo ditë, në kuptimin kur vini këtu e shikon situatën onkologjike. Si e ke parë sot? Valla që ka bërë njerëz shumë këllët më madhe, nga gjitha rrethet këtu. Po. S'ka radhë. Radhë nuk ka, ja. Ata thonë që ka radhë. Ku ka radhë, ja, që është në 8 darkë, mjezit e 8 darkës kur shkojnë në shtëpi. Ja, urdo, s'ka radhë. Aq krevate, s'ka ma shumë krevate aty, në ushtëri. S'ka shumë krevate. Aq, kur të liroj do një krevat, hajde. Sa vjeç është bashkëshortja? 75. 75 vjeç dhe nga mëngjesi, po kjo është e përhershme apo sot ju ndodhi? Sot na ndodhi ne, sot për herë parë jam. Po. Pra që bëni kimio apo si? Kimioterapi. Kimioterapi keni për herën e parë sot? Herën e parë sot. Hera e parë sot. Hera e parë. Po gjithë të muaj keni me çfarë? Pse s'është trajtuar? Gjithë të muaj se ka qenë shtrume në spital, është bërë operim. Po. Edhe ka vazhdu me ilaçe. Operimin ku e keni bërë? Këtu. Këtu. Po, këtu. E ka vaj. Ka shkuar çdo gjë mirë? Çdo gjë mirë ka shkuar. I lumshin durt atë djalit Elidonit, doktorit. I lumshin durt. Ka punu me një shpirt, e ka pastru. Po tash mos shfaqet prap terapi. Kimioterapi. Kimioterapi, mos po shfaqet prap. Po më thatë që ilaçet u thonë dhe mjekët ku me i marë. Po ku me i marë, shko atje, ke farmacia. Po a përcaktojnë farmacin? Po.